I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time
Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në Himar, në vendin dhe bregdetin më magjepsës të Shqipërisë, të Mesdheut dhe patjetër, ndërkombëtarisht do të njihet. 2025 premtohet të jetë viti i arritjeve të mëdha, viti ku të gjithë ata që kanë shkelur një herë do të rikthehen, të gjithë ata që nuk e kanë njohur deri më parë do ta njohin me patjetër. Kemi festuar plot 48 orë çeljen e sezonit turistik, një sezon i cili premton që do të vijojë me atmosferën festive. Tashmë nuk ka më vetëm një sezon, por ka 12 muaj. Himara është një vend që premton me bukurinë e saj dhe me magjinë që ofron jo vetëm detin, por panorama të jashtëzakonshme, të emocioneve të mëdha dhe të vërteta. Kemi shijuar panajirin me produkte tradicionale, vendase, autentike, kemi njohur artistë të rinj të vjetër, kemi njohur emra dhe figura të shuara të cilët kanë ditur se si të përcaktojnë të mirën e këtij vendi. Ndërkohë që do të vi tashmë banda filharmonike e Korfuzit për të shijuar atmosferën. Faleminderit.
Ishte kjo performanca nga grupi Filharmonik i Korfuzit, një performancë unike mbajtur në Himar që padyshim na dhuroi emocione, por për t'ju përshëndetur e për të treguar më tepër, ftojmë kryetarin e Bashkisë Himar, zotin Vangjel Tavo. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në Himar sot, i nderuar zoti kryeministër, e nderuar zonja ministre e turizmit, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të dashur qytetar, sipërmarrës, miq dhe vizitor. Me një ndjenjë krenarie dhe porulësie, ju përshëndes sot në emër të Bashkisë së Himarës, në këtë ditë që për ne nuk është thjesht një datë kalendarike, por një fest e shpirtit dhe e natyrës, çelja e sezonit turistik 2025. Prania juaj këtu dhe veçanërisht e kryeministrit është një garanci që përpjekjet tona për ta bërë këtë cep të Shqipërisë jo vetëm më të njohur, por më të dashur, më të jetueshëm e më të begat. Himara është një poezi që Zoti e ka shtruar me një gur, me ujë dhe me gur, me gjelmërim e aromë ulliri, me histori të lashtë, e bukur jo vetëm për syrin, por për zemrën dhe shpirtin. Zona jon është e bekuar me detin e kristalt dhe gatimet tradicionale që e bën çdo vizitë këtu një përvojë të paharrueshme. Sezoni që çelim sot është një udhëtim i përbashkët drejt së bukurës, drejt zhvillimit që nuk shkatëron por ruan, që nuk shfrytëzon por ndërton. Këtë vit me përkushtim kemi përmësuar rrugët që çojnë në fshatrat tona. Kemi pastruar brigjet, kemi rritur shërbimet dhe sigurinë për çdo njeri që zgjedh të prek me këmbë këtë tokë të bekuar. Dhe me mbështetjen e veçantë të qeverisë janë realizuar investime jetike për Himarën dhe jemi në përgatitje të projekteve që do ta çojnë Himarën përtej horizontit të saj, pjesë të hartës dhe destinacioneve që frymëzojnë. Duke ardhur këtu, isha i detyruar t'i përgjigjesha një vërejtje të kryeministrit, i cili më tha: Vangjel, çfarë është kjo rrugë, pse se keni asfaltuar? I sqarova kryeministrit që neve nuk shtrojmë rrugë elektorale. Ne duam të shtrojmë rrugët e Himarës me cilësi që të jetojnë po aq sa. Kështu që kjo është arsyeja, të nderuar pjesëmarrës, sepse këto rrugë nuk kanë përfunduar dhe pritet që javës tjetër t'i kemi përfunduar, por gjithmonë duke ruajtur cilësinë dhe standardin. Të nderuar pjesëmarrës, ne në këtë sezon presim rritje të numrit të turistëve dhe kemi besim se do të jetë një vit i suksesshëm për të gjithë, për bizneset lokale, për të rinj që angazhohen në sezon dhe për gjithë komunitetin ton. Por turizmi nuk bëhet vetëm me bukurinë natyrore apo tabela orientuese. Ai lind nga njerëzit. Prandaj sot më shumë se kur unë i bëj thirrje çdo qytetarit të Himarës. Le të jemi ne fytyra më e mirë e vendit ton, me mikpritje që nuk pret shpërblim, me pastërti që nuk kërkon duar trokitje dhe me korrektësi që buron nga dërgjegja. Të dashur miq, ejani dhe shijojeni këtë stin jo thjesht si pushues. Himara do t'ju pres me portën hapur, me detin, me malin dhe me njerëzit që din të thonë mirë se erdhe pa fjalë të mëdha, por me zemër të pastër. Ju faleminderit
Ju uroj sezon të mbar dhe të paruar për të gjithë. Të dashur miq, është edicioni i parë që do të na çojë drejt një rrugëtimi për guidën turistike në Himar. Do të jetë kjo një mënyrë për të gjetur dhe zbuluar të gjitha skutat që do të na bëjnë Himarën një vend të prekshëm, të dukshëm, të dashur e të magjishëm për ne. Kjo guidë turistike është realizuar në mbështetje të Ministrisë së Turizmit, një mënyrë e re në fakt për të zbuluar bukuritë e Himarës dhe kemi nderin të ftojmë Ministren e Turizmit, zonjën Mirela Kumbaro. Mirëmbrëma Himara, gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe në këtë pjesë të mrekullueshme të Bregdetit. Po ndërsa miku im Vangel Tavo, kryetari i Bashkisë Himar, fliste, shikoja mbas shpinës ti pamjet e plazheve. Dua të ndaj dy momente. Në shtator të 2024-s, Vangel Tavo i ra derës Ministrisë Turizmit dhe më tha, dua ndim, dua ekspertizë, nuk dua thjesht të përgatis vitin turistik me çdo më gjëndet, as duke improvizuar. E dua ta bëj në mënyrë profesionale, të organizuar dhe dua që t'jem në krye me Himarën të listës së kalendarit turistik. E filluam punën për dy gjëra, për të përgatitur sezonin veror, por edhe atë dimror, dhe ishim po kaq të shumt kur Himara festoi Krishtlindjet sikur ndonjëherë, por jo vetëm kaq, kemi nisur një punë të gjatë, tani jemi gati për plazhet. Dua ta theksoj sepse nga të 12 kryetarët e bashkive, me të 12 kam pasur një punë shumë intensive që në shtator të vitit kaluar, mbasi mbyllëm sezonin turistik të vitit kaluar, për të përgatitur rregullat të reja, në interes të publikut, në favor të publikut, duke shtuar, dyfishuar hapësirën e plazheve publike. Dhe Himara me plazhin e qytetit është ndër plazhet më të bukura publike të cilat frekuentohen. Jam shumë e kënaqur të them që me Bashkinë e Himarës kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë në këtë drejtim. E di që Bashkia e Himarës i ka marrë tashmë masat për të mirëpritur turistët e plazhit, pikërisht me plazhet publike, me shërbim, me shezlong, me siguri, me standarde dhe më besoni, do të jetë një vit veror nga Saranda deri në Velipoj shumë sfidues për bashkitë e plazheve, sepse do duhet të tjenë ato kryesoret në garën për pastërti, për siguri dhe për bukuri patjetër. Faleminderit Himara që jeni bashkuar përpjekjeve të bashkisë për t'ja dalë me krye kësaj sfide të përbashkët me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Por më besoni, unë e di që këtu ka shumë operator turistik privat, nuk është një punë që mund t'ja dalim vetëm. Ju lutem, qytetar, biznese, kryetar bashkie, stafe, do t'jemi bashk çdo ditë nga data 1 qershor deri ke plazhisti i fundit. Ndoshta plazhistët na kanë sfiduar sepse tashmë prilli ishte plot. Himara nuk mund të jetë vetëm qyteti i sezonit veror. Himara po bëhet tashmë turizmi gjithvjetor. Edhe kjo flet për një shpirt të ri, flet për një frymë të re, flet për atë që sot e kemi më në fund, industritë të turizmit. Prandaj, e janë i Himar në çdo stin, e janë i Himar në çdo muaj. Himara ka gjithmonë diçka për t'i ofruar, jo vetëm me plazhin, por edhe me malin, jo vetëm me detin, por edhe me trashëgiminë kulturore. Vangel, të paça, të pres në Gjirokastër të më kthesh vizitën. Faleminderit Himara, gjithmonë shumë kënaqësi, ju dua shumë.
Në këtë çelje të sezonit turistik të Bashkisë Himar, kemi kënaqësinë dhe privilegjin të kemi mes nesh Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, të cilin fakt do ta ftojmë për fjalën e tij përshëndetëse. Faleminderit. Mbrëma të gjithëve, mbrëma, u zhvesha e hoqa kapelen se këtu është hapja e sezonit, nuk është fushata elektorale, edhe për i të vërtetës, ajo që tha Vangjeli është e vërtet, por nuk e tha tamam, sepse asfalti nuk ishte shtruar për faktin që Vangjeli kishte kthyer mbrapsh kompaninë, mbasi kishte hasur në disa gjëra që nuk shkonin. Edhe për këtë vërtet meriton duart rokitjet tuaja, sepse që kur Vangjeli ka ardhur në krye të Bashkisë Himarës, edhe mua më ka rënë shpirti në një farë rehati, aq sa mund të më biri shpirti mua, pasi është një shtyll shumë e fortë këtu, edhe një njeri që i ri punë me mikok, edhe tregojnë vetë gjitha ato kantiere, të cilat jo vetëm janë hapur, por kanë ecur me shpejtësi, gjitha ato projekte që po bëhen, dhe tregon vetë dhe kjo skenë që është shumë breslënse për këtë bashki, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Jo se janë mundësit këtu befasisht mëdha, por sepse Vangjeli është shumë nikoqire. Patë edhe vetë se si e kishte lidhur atë fjalimin të dosja dhe aq fort e kishte lidhur sa nuk e shkëpushte do të fletën pastaj nga tjetra se do të që ti kontrolloj gjithë gjërat se vjen nga një territor tjetër, e dini ju. Aty ku thonë që edhe ato dhomat si quhen për zahiret, ato pjesët e gurta janë shpikur për të mos bler frigorifer. Sepse halli është që nuk dihet nëse drita fiket kur mbyllet dera e frigoriferit dhe a harxhon apo s'harxhon frigoriferi kur i mbyllur. Dua të bëj një përshëndetje shumë të veçantë, pasi vërtet më vjen shumë mirë që munda të takoj këtu kryetarin e Bashkisë Korfuzit. E përshëndes Vangjelin dhe për këtë. Himara është e pozicionuar perfekt për të zhvilluar edhe diplomacinë vendore dhe nga ana tjetër dua ta falenderoj kryetarin e Bashkisë për sjelljen këtu edhe të bandës famshme të Korfuzit që e pat vetë dhe që na vuri dhe në pozit, edhe po flisa me Mirelën që duhet të organizohemi, sepse bashki si Himara ose si bashki tjera të vogla nuk e kanë të mundur ta krijojnë dhe ta mbajnë një band me atë prestigj, por ama qarqet e kanë të mundur, edhe do të organizohemi që qarqet të kenë bandat e tyre frimore dhe pastaj bashkit i përdorin sipas interesit tyre. Kështu që kryetar, faleminderit shumë që erdhe. Vangjeli mua nuk më mëson greqishten se ka hall se mos pastaj nuk më duhet si përkthys. Kështu që shpresoj që të më përkthej si duhet. Dhe e fundit që dua t'ju them për të mos u zgjatur se jam i bindur që këto ditë në mos ju kam ardhur në majt hundës, besoj që ju kam ardhur aty ku po ju del shpirti kur më shihni. Kështu që nuk dua t'ju lodhe edhe në këtë moment. Aq më tepër që me sa kuptoj Vangjeli ka përgatitur një surprizë spektakolare se edhe nga skena, edhe nga kjo rruga ambicioze, edhe nga banda frymore që ka sjell, edhe nga punët që po bën, unë ndjej që Vangjeli nuk i mjafton Himara dhe Himara siç ishte dhe do tani që Himarën ta bëj një territor që sfidon Sarandën, që sfidon Vlorën, edhe
ka përgatitur një surprizë mbas fjalës time, që më tha në Vlorë dhe në Saranta nuk e ke parë deri tani. Ta shohim, nuk e di ç'është. Kështu që dua t'ju siguroj të gjithëve që ne do vazhdojmë të punojmë, të përpiqemi, të shtyjmë përpara dhe gjëja më e mirë që ka ndodhur këtu në këtë territor është që ka rënë një qetësi dhe ndihet një energji pozitive. Tani të mbarojë edhe fushata elektorale dhe të fokusohemi përsëri tek punët që duhet vazhdojmë në këtë territor. Kemi përmbyllur një pjesë të konsiderueshme të çështjeve të pronësisë mbi shtëpitë e vjetra, po e di shumë mirë që puna vazhdon me pjesë të tjera që kanë të bëjnë me pronësinë dhe nga ana tjetër të shtyjmë përpara për investime që të sjellin cilësi. Kemi folur me Evangelin për qendrën e Himarës. Himara nuk e ka një qendër, ka një tmerr atje. Edhe ne do duhet të veprojmë. Kemi folur me Evangelin për parkingun e madh nën Toksor aty ku është stadiumi. Kështu që do të bëjmë një gjë spektakolare aty te territori i stadiumit me parking nën Toksor për shumë makina, se nuk mundet dot që mbrëmjet e mrekullueshme të kësaj vije ujore të kushtohen nga gjithë barikadat e makinave, se s'kan ku rrin makinat. Kemi folur për Borshin, kemi folur për zonat e tjera. Dërmiu do jetë komplet tjetër fal punës shumë të bukur dhe të kujdesshme që ka bërë Mirela me Evangelin, se janë 2 gjirokastrit edhe shoqërë që nuk janë në të njëjtin territor, se tani janë bashkëpunues. Dhe shumë faleminderit edhe një herë për durimin, për vëmendjen. Dua që të falenderoj, të përshëndes dhe gjithë turistët huaj, pa shumë turistë huaj rrugës kur po vinim këtu te bulevardi. Lloj-lloj gjuhësh. Akoma jemi faktikisht në fillim fare të majit dhe jam i bindur që sezoni do të jetë fantastik dhe Evangel të falenderoj dhe për diçka tjetër, që më në fund e pash, e preka, e hapa guidën turistike të Himarës. Të falenderoj për këtë. Ishte një natyrisht, unë e di që pa Mirelën ti s'do e bëje dot, se edhe gentleman, edhe aq gentleman je sa e pash edhe buqetet me lule e more si ata të serenatave, se edhe që flit Evangel, po hajde më, të gjitha i ke. Ju falenderoj shumë. Efkaristo parapoli. Deri këtu jam unë, se di dhe një sagapo, po më duket se s'duhet ta them ty se nuk shkon. Më duket, kështu që unë s'po shkoj deri ke sagapoja, po sagapo poli Korfu. Unë. Korfu number 1, the best. Athina Korfu the king. Athina prince. Faleminderit. Një falenderim shumë i veçantë në fakt për fjalën e Zotit Kryeministër, ndërkohë, siç u thek edhe pak më herët, do të bëhemi gati për një spektakël për herë të parë në Shqipëri, e mundësuar nga Bashkia Himar, një spektakël ngjyrash, dritash në mes të detit, ashtu siç nuk e keni parë kurrë të shkëlqej. Do të ndodh në Himar në këtë momente. Është ky bashkëpunim me AFC Events, një grup profesionistësh nga Franca, fitues të çmimeve ndërkombëtare në artin e fishek zjarreve. Përgatituni të përjetoni një emocion breslënës që do të ndriçojë natën e Himarës dhe do të sjell emocione të paharrueshme. Është kjo një iniciativë e re dhe një moment që patjetër do të gëlojë mes ngjyrave, dritave, emocioneve të bukura dhe të gjithë kësaj nate spektakolare dhe këtij eventi që po ndodh në Himar. Bëhemi gati për vetëm pak momente, sepse është përgatitur me të vërtet një surprizë madhështore për të na kthyer edhe një herë syt nga deti dhe në këtë mbrëmje magjike.
Thank